Lidokaja Prizrenit dhe ajo Suarejkas dje në shtëpinë e kulturës UK Bityqi shpalosën pjesë të kësaj fushate të zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit. Salla e mbushur plot me qytetar, energji pozitive dhe mbështetje e jashtëzakonshme dëshmuan se ndryshimi u tha se po vjen. Bashkë me kandidatin për kryeministër Lumnir Abdigjiku dhe kandidaten për presidente Vjosa Osmani, prezantuan vizionin për Kosovën dhe kandidatët për deputet nga dega e Suarejkas. Kjo fushatë është ndërtuar mbi besimin, punën dhe përkushtimin ndaj qytetarëve. Mbështetja juaj na jep forcë dhe motiv për të vazhduar përpara drejt fitores, u tha në prezantimin e kësaj fushate. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.